Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria feston 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Ceremonia e ngritjes së flamurit zhvillohet në Vlorë në praninë të drejtuesve më të lartë shtetëror. Kryeministri Rama flet për mediat austriake, anëtarësimi i Ballkanit në BE shërben vetëm Europës, drejtësia me probleme, por pavarësia nuk i cënohet. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Shqipëria festoi këtë të premte 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Presidenti Bajram Begaj dhe Vjosa Osmani, si dhe kryeministri Edi Rama, morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit kombëtar. Ndërkohë, mijëra njerëz të ardhur nga të gjitha trevat mbushën sheshet e Vlorës dhe ju bashkuan atmosferës festive. Ky 28 nëntor shënon 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Kryeqendra e festimeve dhe këtë vit u bë Vlora, qyteti ku në vitin 1912 Ismail Qemali dhe patriotët e tjerë shqiptar shpallën pavarësinë. Në vijim të traditës, në qytetin bregdetar u zhvillua ceremonia e flamurit, ku morën pjesë presidenti Begaj, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Edi Rama dhe zyrtar të tjerë të lartë. Ceremonia e ngritjes së flamurit nisi me himnin kombëtar, e më pas liderët ju drejtuan memorialit. Në sheshin e flamurit ata vendosën kurora me lule dhe u përkulën në shenjë nderimi. Pas përfundimit të ceremonisë, drejtuesit e lartë shtetëror ju drejtuan qytetarëve, ku nuk munguan dhe takimet me ta, ndërsa urimet e tyre i përcollën nëpërmjet rrjeteve sociale. Por jo vetëm zyrtarët e lartë, për të festuar ditën e pavarësisë, në qytetin e Vlorës u mblodhen qytetarë nga të gjitha trepat, të veshur me simbolet emblematike të vendit tonë. Ata festuan në bulevardin Ismail Qemali. Urimet e tyre erdhën në mënyra të veçanta. Shqipëri, 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 moj shkëm pe gurë, Shqipëri, moj shkëm pe gurë, vrite, pritesh për flamurë. Ta festojmë së bashku me popullin shqiptar. Kjo është, na jemi një kom, na jemi një shtet, ne kemi një flamurë. Të gëzojnë festën e ngritjes së flamurit edhe festat e çlirimit, gjithashtu uroj që të kenë një begati edhe një zhvillim të paparë që të konkurrojmë dhe Evropën. Edhe këtë vit politika u gjet e ndarë në festimet për ditën e pavarësisë. Në emër të opozitës urimi erdhi nga sekretari i përgjithshëm i PD Flamur Noka, por me një lapsus. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbeu ngriti flamurin në Vlorë, është ditë në Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë. 28 nëntori, përkon edhe me ditën kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti më vitin 1443 flamurin e kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezistencën kundër perandorisë osmane. Në Tiranë, mes një atmosfere festive, ngritja e flamurit është bërë në sheshin Skënderbej. Ceremonia zhvilluar gjithashtu edhe në qytete të tjera të vendit, në nderim të patriotëve që punuan për pavarësinë e Shqipërisë. Shqipëria është veshur me atmosferën e festave kombëtare, teksa qytetarët kanë marrë pjesë në aktivitetet organizuara nga bashkitë. Në kryeqytet u zhvillua ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit me rastin e 28 nëntorit. Është një kujtesë mbi çfarë kemi qenë, kush jemi dhe kush duam të jemi. Shqiptarët me çdo brez kanë ditur të ngrihen për lirim, për dinjitetin dhe për të ardhmen. Prandaj sot, ndërsa ndërtojmë Shqipërinë moderne, evropiane, të hapur, 28 nëntori nuk është një përkujtim, por është një premtim se rrugtimi vazhdon dhe do ta çojmë përpara me të njëjtën kurajo që kemi ndriçuar historinë tonë.
Kryeqyteti feston 28 dhe 29 nëntorin me një kalendar të gjerë aktivitetesh duke u shndërruar në një qendër të madhe festive. Për 2 ditë me radhë, qytetarët janë me akses falas në institucionet kulturore si dhe në aktivitetet të tjera publike. Në vazhdim, ne do kemi 2 pika kryesore për gjitha familjet shqiptare që dëshirojnë të festojnë në festën e 28 nëntorit, që është tek Pazari i Ri dhe tek Pedonalia Murat Toptani. Ndërkohë, do të kemi patjetër koncertin kryesor të Sheshit Skënderbej, do të kemi këngëtar të mirënjohur si Eraj Strefi, Soni Malaj, Mike, Kida edhe Lumi B. Koncerti do të vazhdojë nga ora 6 pasdite deri në 12 të darkës dhe në orën 12 do të kemi një shfaqje fantastike të fishek zjarreve. Në Shkodër, disa qytetarë kanë zgjedhur të bashkohen festimeve në një mënyrë krejt të veçantë, duke parakaluar me kuaj e të veshur me kostume tradicionale. Edhe në Elbasan është përkujtuar 113 vjetori i pavarësisë. Qytetarët e drejtues të pushtetit lokal kanë bërë homazhe në nderim të patriotëve. Në Lezhë, festimet nisën me ceremoninë e ngritjes së flamurit pranë obeliskut të pavarësisë. Edhe në Korçë është përkujtuar shpallja e pavarësisë. Në ceremoninë zyrtare, banda e qytetit ekzekutoi himnin e flamurit. Me rastin e kësaj dite, Mitropolia e Korçës mbajti doksologjinë e bekimit të flamurit sipas traditës së Fanolit. Në meshën e posaçme, Mitropoliti Anastas bekoi flamurin dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për fen dhe adheun. Festime dhe aktivitete u mbajten edhe në qytete të tjera të vendit. Në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, qeveria ka marrë urime edhe nga aleatët ndërkombëtar. Vetë presidenti amerikan Donald Trump i dërgoi një telegram homologut shqiptar Begaj ku uroi festën e pavarësisë. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta, përfshirë stabilitetin rajonal, thuaj në letrën e presidentit Trump. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ndau më herët edhe mesazhin e sekretarit amerikan Marco Rubio dhe delegacioni i Bashkimit Evropian për solli mesazhin e Brukselit zyrtar për ditën e pavarësisë, teksa uroi festa të gëzuara për të gjithë shqiptarët kudo janë. Kryeministri Edi Rama deklaroi për mediat austriake se anëtarësimi i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian së pari është në interes të vetë Europës. I pyetur për drejtësinë, shefi i qeverisë tha se institucionet e reja kanë bërë gabime, por garantoi se do të ruhet pavarësia e sistemit. Ballkani Perëndimor ka një rëndësi për Europën. Këtë linjë mbajti kryeministri Edi Rama në një intervistë për podcastin austriak East Side Stories, ku theksoi se anëtarësimi i Shqipërisë brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një ambicie. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata, e bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek drejtësia e re, teksa theksoi se qeveria e tij po bën gjithçka që të mos cënohet pavarësia e saj, por gjithashtu pranoi se institucionet mund të bëjnë gabime. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Kryeministri sqaroi dhe projektin e dhëndrit të presidentit të SBA Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Ai tha se misia e tyre do të vijojë dhe përtej mandatit të Trump në krye të SBA. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit. Kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Sa i përket përplasjeve në SBA mes Donald Trump dhe George Soros, Rama preferoi të mos jepte një koment. Megjithatë, theksoi se Shqipëria është mikpritëse ndaj miqve. Një aksidenti shumë fish është regjistruar këtë të premte në mbrëmjen në aksin Elbasan tuneli i Karrabës. Të paktën 7 automjete, të cilat po lëviznin në drejtim të Tiranës, janë përfshirë në një përplasje zinxhir. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, megjithatë dëmet materiale kanë qenë të konsiderueshme. Ngjarja ka shkaktuar kaos në qarkullimin e automjeteve dhe bllokim të përkohshëm të trafikut. Policia shkoi në vend të ngjarje për të bërë të mundur normalizimin e qarkullimit të automjeteve. Shkak për aksidentin e shumë fish dyshohet të jetë bërë lagështia në rrugë.
2 inspektorë të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor Rural janë pezulluar nga detyra, ndërsa një i tretë të shpallur në kërkim pas zbulimit të një skeme korruptive me fondet për mbështetjen e fermerëve në Korçë. Përveç tyre janë pezulluar dhe 6 veterinerë, të gjithë këta në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke pasqyruar të dhëna të rreme në aktet e verifikimit dhe të kontrollit në fermat përfituese nga skema kombëtare mbështetjes për fermerët. Punojësit e AZBR-s nuk kryenin kontrole dhe verifikime në terren për gjendjen faktike të kafshëve, duke përfituar në mënyrë korruptive shumë aparash nga 10.000 deri në 50.000 lekë. Abuzimet janë zbuluar pas një hetimi që ka zgjatur 18 muaj, ndërkohë që vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në korrupsion. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.